Shkuestar News ju përshëndes, ju ftohet ndiqni parashikimin e motit për sot dhe nesër në vendin tonë dhe kontinentin evropian. Rajoni Adriatikut dhe Alpet do të kenë mot të paqëndrueshëm me reshje shiu të bore dhe stuhiere, ndërsa pjesat e Europës do të dominohet nga moti i kthjellët dhe vranësirat e lehta. Njemi tani me kushtet e motit për sa i përket vendit tonë. Sipas Meteorologit, paraditja do të jetë me vranësira dhe reshje shiu më të theksuara këto në veri të vendit edhe në qendër të territorit shqiptar, ndërsa pasdite reshjet do të zhvendosen në lindje. Temperaturët do të luhaten nga 3 deri në 26 gradë Celsius. Era frynë me një shpejtësi 50 km/orë, duke krijuar kështu dallgëzimi në brigjet detare 3 ballë. Do të jemi tani me kushtet e motit për sa i përket rajonit të Europës për ditën e nesërme. Europa juglindore, Britania Madhe dhe veriu i kontinentit do të kenë mot të paqëndrueshëm me reshje dhe stuhi, ndërsa pjesa tjetër e Europës do të ketë alternime kthjellimesh dhe vranësirash. Jemi tani me kushtet e motit për sa i përket vendit tonë për ditën e nesërme. Sipas Meteorologit, gjatë gjithë ditës do të ketë vranësira të shumta dhe mundësi për reshje të pakta shiu, më të dukshme këto në lindje të vendit dhe zonat e ulta, ndërsa në mbrëmje priten rebeshe të përkohshme, kryesisht në veri lindje edhe në jug lindje të territorit shqiptar. Temperaturët do të luhaten nga 4 deri në 25 gradë Celsius. Era frynë me një shpejtësi 45 km/orë, duke krijuar kështu dallgëzimi në brigjet detare 3 ballë. Shohim tani temperaturat minimale dhe maksimale sipas Meteorologit për vendin dhe rajonin. Ky ishte parashikimi i motit për sot dhe nesër në vend të Europës. Falenderoj për vëmendjen, bashkë mirupafshim.